Zgjedhja e peshme është një vazhdimsi e punëve të mira të nisura në 2 vite më parë. Mua më është dashur që të jem në një detyrë tjetër në qeverinë shqiptare dhe tashmë zgjedhjet duken të qeta dhe unë dua që t'i ftoj të gjithë banorët e Bashkisë së Rrikut të votojnë të qetë, të votojnë masivisht për të shprehur vullnetin e tyre në mënyrë që të vazhdoj çdo punë e mirë e nisur në këtë qytet dhe në gjithë njësitë e tjera administrative. Pjesëmarrja mendoj që do të rritet, mendoj që njerëzit janë diku në punët e tyre, por gjithsesi është një moment që ne ta shohim në fund të ditës të gjithë procesin dhe dua që të gjej rastin nga këtu, të ftoj çdo banor të marrë pjesë në votime për të shprehur vullnetin e tyre ndaj votës së lirë. Pavarësisht 3-4 popullsisë së Rrikut ndodhet në Shap. Ka projekte konkrete për këtë qeveria konkrete? Projekte konkrete qeveria shqiptare ka sipas të gjithë projekt buxheti që miraton tani në parlament për pak ditë dhe patjetër që edhe Bashkia e Rrikut, si çdo bashki e Shqipërisë, është në proces të gjithë paketës qeverisë shqiptare në të gjitha drejtimet në çdo fushë, siç ju e keni parë tashmë, qoftë në fushën në cilën unë mbuloj që është një fushë bujësore, por edhe ndaj fushave të tjera të cilat janë të rëndësishme për komunitetin e Bashkisë së Rrikut.